Allahu Azza wa Jall thot, qul, thuaj, huwa, ai, Allahu, ehad, është një i vetëm. Unë kom një shqip falës të thanë, ajo Perëndia. Jo, thuaj, ai Allahu është një, ta'ala Allah, vend që me thanë kështu, thojnë, ajo Perëndia. E kuptove? Do më thënë, jo gjithë shka që të përshtatët me gjuhën tane, me gjuhën, jo me gjuhën shqipe, me gjuhën, përshtatët vjen ma let me thanë. Jo kështu është feja. Feja është pasim. Qysh i thot Allahu, që ashtu i thojna. Allahu ka thënë, thuj, ai Allahu është një, thojna, ai Allahu është një. Jo, ajo Perëndia. Bindja jam është që kur nuk je gabim kur i thu, qysh i ka thënë Allahu Azza wa Jall. E kur të mënuesh me dal jashtë asajna qysh ka thënë Allahu Azza wa Jall, të bjen me pru argumente ditën e gjykimit. Thot Allahu Azza wa Jall për ditën e gjykimit, kul hatu burhanakum. Bini argumentet e juve. Qëti argumentet? Pse ka thënë kështu? Çka kime thënë tani? E në qovë se thu qysh ka thënë Allahu, thu, kom thënë qysh ka thënë te, Rabbel Alamin. Ama në qovë se jo, ka thënë ryshi, atër të bjen me pru argumente ditën e gjykimit. Mirë për ata i cili i bjen me pru argumente Rabbel Alamin.